Piktori Arben Kristani ka qelur në galerinë e artit pamor Nikolet Vasia ekspozitën e tij Gjurmë Penelatash, gjurmë që lanë mbresa tek vizitorët e shumtë të saj. Ekspozita përmbledh rreth 52 tablo në gjininë e peizazhit, portretit të krijuara përgjatë viteve në kuadër të kolonisë së piktorëve në zona të ndryshme të Shqipërisë dhe jashtë saj. Për vetë autori, këto piktura në vaj, ku vizitojnë peizazhet nga zona të ndryshme të Shqipërisë, sjellin për artëdashësit një copës shqipërie. Është ekspozita e 5 mos gaboj në Durrës, janë 52 punime afërsisht. Pjesa më e madhe janë peizazhe të kapura në natyrë dhe në anë të kolonive ose edhe individuale, por në gjithë Shqipërinë, në të gjitha trojet shqiptare, se ka edhe brenda në trojet e Shqipërisë. Një pjesë me kostumografi, një pjesë me portrete, këto bëjnë edhe mozaikun e kësaj ekspozite. I pranishëm në hapjen e ekspozitës ishte edhe piktori i shuar Pashk Përvathi, i cili vlerësoi veprën dhe rrugtimin artistik të Kristanit. Një ekspozit që të gjithë grupi kolegëve tanë kanë pritur mjaft të interes, sepse Beni të paktën në vitet e fundit është përfaqësuar me mjaft dinjitet dhe aktivitetet që ne kemi zhvilluar për koloni dhe në ekspozita të ndryshme. Është një potencial që gjithnjë më tepër po rritet në vlerat e tij, është një peizazhist tipik, është një personazh që e kërkon të bukurën tek natyra dhe është gjithnjë në kërkim të motiveve të reja. Ekspozita Gjurmë Penelatash do të qëndrojë e hapur për artëdashësit deri më datën 25 nëntor.